Baba ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ka ndërruar jetë në ambientet e QK-s. Lajmi vëj ditën nga kryetari i PDK-s Memli Krasniqi. Me dhimbje të thellë mora lajmin për ndarje nga jeta të Haxhi Thaçit, babait të presidentit Hashim Thaçi. Sot pas një betejë të gjatë me sëmundjen, nuk u shua vetëm një njeri, por një babai që i dha Kosovës një çlirimtar, një burr që me përkushtimin dhe edukatën e tij ndihmoi në lindjen e një epoke të re për kombin ton. Ngushëllimet më të sinqerta presidentit Thaçi, familjes Thaçi dhe mbar kombit shqiptar. Haxhi Thaçi ishte më shumë se një prind. Ai ishte një shtyllë e fortë e vlerave adetare, një njeriu urtë dhe fisnik, i cili la pas një trashëgimi të pavdekshme në historinë tonë, u pret në paqe, shkruan Krasniqi në rrjetin social Facebook. Haxhi Thaçi ishte i shtruar në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, ku po trajtohej në gjendjen e tij të rënduar shëndetësore. Më 13 mars ish presidenti Hashim Thaçi, i cili ndodhet në paraburgim në Hag, që nga nëntori i vitit 2020 kishte marrë leje për ta vizituar baban e tij të ndjer në spital. Vizita zgjati rreth 3 orë dhe u zhvilluan në masa të repta sigurie. Pas vizitës, Hashim Thaçi u kthye në paraburgimin e Hagës. Gjatë qëndrimit të tij në spital, qytetarë të shumtë ishin mbledhur për t'i dhënë mbështetje ish presidentit dhe familjes së tij në këto momente të vështira. Në një rrëfim të fundit, më 26 shkurt të vitit 2023, Haxhi Thaçi, baba ish presidentit Kosovës Hashim Thaçi, fliste rreth takimit me ish presidentin në Hag, ku aktualisht i biri po gjykohet. Baba ish presidentit, duke treguar për takimet, tha se po të kishte mundësi do ta merrte një banesë në Hag, por sipas tij gjendja shëndetësore ja pa mundson që të shkoj shpesh për vizitë. Haxhi Thaçi rrëfjella së kohës se ka vëretur se ish presidenti kishte humbur peshë, mos u mërzit marrë sen s'ka ba. Ai nuk u duk që po mërzitet, ka hub shumë peshë atje në Hag, kur e kam dojka me ma përhum thojke, që po mbën aktivitete sportive atje shumë, tha ai. Në këtë intervistë Haxhi Thaçi thoshte se ish krerët e UÇK-s janë marrë padrejtësisht në Hag dhe se ata mbrojtën tokën e tyre përballë okupatorit serb. Ai madje rrëfeu se serbët në kohën e luftës si kallën të gjallë shqiptarët i kanë marrë në burg padrejtësisht. Besoj se jemi të drejtë dhe s'kam me na hub të drejtën. Më i randësh burgu, po i marrin, po i shtin në burg e po i lirojnë. Ne po mërzitemi, po më duket e pa drejt. Jo veç Hashimi, por po më dhim sen krejt. Ushtria jon ka luftuar në vendin e vet. Në vend të huaj s'kan dal, por në vendin e tyre s'kan ba kur gjo keq. Ata s'kan lajnë gja pa ba. 20 e kusur dhem, vet i kan pa që i kan kallë të gjalla. Në mal jam kanë, tha Thaçi. Për çka kam pa në luftë se kam marru? Unë kam pa djem ka 18 vjeqe, 20 vjeq pa krye. Nana e baba në asfalt ka në raqa nej, edhe si ka njof djem të tyre. 2 janë kanë vlazën. Qysh është kjo a bën njeri u ashtu? Me i kall gjan, vraj plesht, gra e fmi, dhunu e gratë të parë matosur, të pavërgatitur. Gjithmonë janë bërë luftrat dhe nuk i kanë prek robët. Kanë luftuar ball për ball. Serbët kanë mendu me na hje krejt prek tujt. Kanë ba boll, drejtësia, nuk na është kthyer, shtonte ai. Sa i përket të birit, Haxhi Thaçi thoshte, Hashimi të kthehet nëse punon drejtësia, jo veç ai por krejt shoqënia e tij. Me u mërzit 2, po mërzitemi. Po kujtohet njeri? Qyre me kanë i ri njeri punon e kalon koha, por në Prishtinë jo. 3 paqeta duhet i pi në ditje. Vallajnë për qef se pi, po na vizitojnë shumë njerëz. Faleminderit prej tyre, po na hjekin mërzin. Jam i kënaqur edhe Hashimit që po i shkojnë atje, rrëfente babai i tij.